mërkure. Një vatër zjarri fillimisht me përmasa të vogla u përhap me shpejtësi, si pasojë e erës duke përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme me pemë, shkure dhe bimësi të thatë. Flakët u përhapën kryesisht në zonën pranë linjës hekurudhore, ku shkrumbuan sipërfaqe me pemë dhe bimësi. Për shkak të drejtimit të erës dhe temperaturave të larta, zjarri avancoi me shpejtësi, duke ju afruar banesave dhe bizneseve të fshatit Novosel. Në vendngjarje mbritën fillimisht një mjet zjarfikës, por për shkak të përmasave që mori zjarri dhe vështirësive në teren, u kërkua mbështetje e forcave të tjera. Më pas në zonë mbritën dhe 2 mjete të tjera zjarfikës, të cilët u angazhuan në izolimin e vatrave dhe në parandalimin e përhapjes së flakëve drejt banesave dhe bizneseve. Forcat zjarfikëse punuan për disa orë deri në orët e vona të mbrëmjes për të vënë situatën në kontroll. Ndryrja u përqendrua në pikat më problematike, pavarësisht erës dhe tymit të dendur. Zjarfikësit arritën të shmangnin rrezikun e drejt për banesat. Me rënien e errësirës, ndërhyrja në teren u bë më e vështirë për shkak të mungesës së dukshmërisë dhe rrezikut për efektivët. Forcat zjarfikëse u tërhoqën nga zona, pasi kishin arritur të izolonin pjesën më të rrezikshme të zjarrit dhe të shmangnin përhapjen e tij drejt banesave. Megjithatë, vatra nuk u shua plotësisht. Mëngjesin e së mërkurës, tymi i zi mbuloi sërish zonën e Novoselës, duke treguar se zjarri vijon të jetë aktiv në disa pjesë të territorit. Për shkak të thatësirës, temperaturave të larta dhe pranisë së bimësisë së djegshme, ekziston rreziku që flakët të riaktivizohen dhe të përhapen sërish. Një mjet i forcave zjarfikëse ka mbritur në vendngjarje me qëllim izolimin e plot të vatrave dhe shuarjen përfundimtare të zjarrit. Ndryrja do të vijojë edhe në zonat ku ka ende trungje shkure dhe materiale të tjera që vazhdojnë të digjen apo të nxjerrin tym. Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten të paqarta. Pas shuarjes së plot të vatrave, pritet të kryen verifikimet për përcaktimin e origjinës së flakëve, ndërsa situata vijon të monitorohet nga forcat zjarfikëse dhe autoritetet vendore.